Ta është ky moment i mi vështirë politik për Ramën dhe a rrezikon seriozisht kjo protestë pushtetin e tij nga pak fjali. Unë besoj, ndryshe nga dy parafolësit, që Rama e ka lexuar shumë mirë protestën dhe ka kuptuar mirë dhe po bën gati në perfekcion, po sillet sipas marzhit vogël që ka. Në ç'kuptim? Rama deri tani ishte mësuar me kundërshtarë që luftonin brenda të njëjtit sistem. Pra, donin t'i merrnin karrigen duke ruajtur të njëjtët oligarkë, të njëjtat media, të njëjtën kasë drejtuese. Sot i ka dalë përballë një gjë që do përmbysjen e këtij modeli. Dhe në këtë kuptim, Rama e ka kuptuar që marzhi i tij lëvizjes është shumë i vogël. Çfarë bën një njeri me marzh lëvizje kaq të vogël? Mundohet të sillet si lideri i një pakice që do të shtypi një shumicë. Dhe po të shohësh gjithë sjelljen e Ramës në 2 muaj, është sjellja e njeriu që sillet si lideri i një pakice që do të shtypi një shumicë. Rama nuk është idiot që thotë që CNN-i është media që bën fake news, që protestuesët janë nga Irani. Jo, kjo bëhet me një qëllim caktuar për përçarjen e shoqërisë. Rama nuk është idiot që përvez ushtron dhunë, por dhuna është vetmi mjet që përballë një shumicë shqiptarësh që refuzojnë modelin e tij mund ta mbajë atë në pushtet. Pra, Rama e ka kuptuar që politikisht ora e tij ka përfunduar dhe pikërisht se ka lexuar mirë këtë gjë, po sillet si një satrap që atë që deri tani bënte sikur e mbante me votë, po përpiqet ta mbaj me dhunë. Që unë mendoj në mes diçka, domethënë ka gjëra që dakord e mbushatin, Rama e lexon shumë mirë, po ka gjëra që edhe si lexon mirë. Madje këto ditë ka dalë një gjë që ai ka thritur fugën, se me sa duket ka nevojë për suport. Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë, unë kam dëgjuar që ka ardhur dhe kam parë dhe njerëz që e kanë parë personalisht që ka ardhur. Megjithatë kjo është po pra. Ile kam folur, kam dash ti kam ftuar kafe se sot, po fuga ka ikur. Unë mendoj që ardhur me pak pushime dhe ka ikur. Unë mendoj që ai, domethënë nuk ka lidhje. Po ka gjëra që i lexon, ka gjëra që s'e lexon. Ai që nuk lexon dot Rama, mendojnë është që për herë të parë Rama nuk kupton dot që është demode. Nëse e ka mbajtur dhe vazhdon ta mbajë veten sigurisht njëri modern, njëri i kohës, njëri që është hapa përpara larg. Në fakt tashmë është hapa prapa shumë. Dhe jo, unë mendoj që se kupton sepse mënyra si i përgjigjet, batutat bajate, me koncerte idiote. Ai mendon që me këto gjëra do prodhoj një po pra, nuk imponohet dot. Koncerti përkundrazi prodhoi reagim edhe më të madh. Doli edhe më keq, edhe më shëmtuar. Ai ka princ shesh që thot mos abuzo me paraton, ai thot do jap dhe 4 milion. Pse? Po dakord pra. Sepse e di që nuk është më simpatik për njerëzit. Thjesht duhet të jetë shtypës për njerëzit. Është vetmja shpërsi ka ngel. Dakord. Por jo e kam në retorik, në fabul. Pra, domethënë nuk kupton që nuk ka më fabul. Këtë mendojnë. Nuk kupton që nuk bëhet më me batuta bajate, nuk bëhet më me retorik boshe, nuk bëhet më me mënyrën se si ai tenton të shfaqet si një lider afër brezit të TikTokut. Në fakt, TikTokun këta e din më mirë se ai dhe e shohin si anakronik në mënyrën se si ai përpiqet të sillet me të rinjt. Thjesht Rama si ka kaluar koha dhe këtë ai duhet ta kuptojë, domethënë dhe të paktën mos bëj si i ri kur nuk është i ri. Më mirë, nga ky aspekt është më mirë Berisha, që është i vjetë, vazhdo me atë të vjetrën. Kurse ky, duke qenë që ky e vjetra, duke bërë si i ri, del anakronik totalisht. E fundit që ka mundë. Nuk është. Ore, ke dëgjuar në Ramën 13 vjet të ketë të diskur anti-perëndimor kundër mediave të perëndimit. Po s'ka qenë herë kaq keq pra, se tashmë për herë të parë ka media perëndimore kundra. E ka lexuar shumë mirë çfarë po i ndodh. Po ato e lexon ai. Vetëm çizmja. O do i shtyp, o do shkoj në burg. Por ka një problem tjetër. Kjo dhuna i bie në kokë atij që e bën i pari. Në qoftë se dhe ai mendon me vetën që veza është themi shkaku që i lejon atit që të ushtrojë. Kalojmë këtu. Jemi te pyetja e fundit. Po. Çfarë mendon se ndodh shtator, a mund të rikthehet protesta tani se sa do me entuziazëm zoti Qori ta shohim të gjë, ta themi si e mendoj me pak fjalë. Numrat kanë rënë shumë, e kupton? Nuk është më ajo fuqia e madhe, numri i madh të gjitha. Në shtator mund të rikthehet protesta siç ishte në fillim, si e mendoni?
Agron dhe pastaj Qori, po, dhe pastaj... Tani, mua nuk më rezulton që protestat të ketë rënë në përmasë. Dakord. Më leju të Po them. në rregull e the pra, protesta vazhdojnë me ato 2 të shtunat që kemi parë në 2 javë të para. Po tani çfarë të mund tani? Të thuash me 2 të Po shtunat. tani tim po na bën dhe që nuk dim të shohim Qora. Unë po të them një gjë shumë thjesht, aty ka shumë pak njerëz. Tani. Është vapa, janë të Është gjithë. e vërtetë ylli. Mirë. Po s'është e vërtetë tani. Dakor. Aty ka aq njerëz sa kishte kur Partia Demokratike mblidte protestat me protestat. Mirë, janë të gjithë shqiptarët aty. Na fal. Unë jam dhe pak Qor kështu, po. Po ylli tani ti do t'japim të drejtën me se s'bën tani. Ne jemi pse aty. mo të më japësh të Po ne drejtë, jemi shko numëroj aty, nesër. Hajde dhe shikoj. Ne jemi aty. Hajde shikoj. Protesta më e dobët. Këtë po tallesh. Po jo nuk po tallen fare tani. Tani un po të them. Tani po më bën mua të silem si ta ulan balla tani. O ylli tani shiko pamjet ylli. Protesta e djeshme ose ajo Ore pamjet e Irfanit shikoj që e mban kamerën pak poshtë, që të duken shumë. Shkoj të ulan ballës unë me dron. E mban pak poshtë që të duken shumë. Në orën 7 darkës. Nuk shikoj këto të tjera, se po të shikosh këto të tjera është ata. Qa është o ylli, varet çfarë shikon ylli. Po pe ato të ulan ballës, po s'ka njëri, s'ka këm njeriu. Dakor. E theti, nuk lëvizoj fare, zoti Qori Kështu që mos vazhdoj unë se ti se dakord me tash unë. Po ti thua, po vazhdo në rregull. Po mirë tani unë. Janë të gjitha ata në rregull. Jo, po s'kesh vazhdon tjetër, këtë po të pyes unë. Unë po të them ato rritë shtator. Ti në shtator s'ka pse të rritet ajo. Se e rritur, Ajo e rritur. Ylli tani ta mbaroj unë apo tani ti si. Jo, nuk kam pyetje tjetër Agron. Kam këtë pyetje. Në shtator s'ka pse të rritet se janë të gjithë aty. Ore, Allah, tani. A më kupton? Tani, më dëgjojnë se. Çfarë do thuash tjetër? Thuaj, ja po të lezi. Okej. Po vazhdo flit. Po se kam 2 pjesë të tjera Po që vazhdo formulla do të po më presin njerëzit jashtë dhe më ikin. Pëlqen përgjigja ime, vazhdo çfarë them, vazhdo me taulantin. S'më pëlqen Çfarë përgjigje. them, nxirr pamjet e taulantit aty që s'ka këm njeriu dhe çfarë them. Tani ti nuk e mohon dot që protesta e djeshme kishte aq njerëz, dëgjoj një sekond. Protesta e djeshme, dëgjoj një sekond. Bura njerëzit e Protesta e tjera djeshme O ylli tani ta them. Agron. Taulantin e tjera dhe nuk më erdhi. Shumë mirë, shumë. Nuk vjen. E lëm taulantin. Po, tani të dal unë ta bëj Protesta e taulantin. djeshme taulant. E bëre Kastile. Protesta jo se bëra Kastile, pa dashje. Po e bëra pa dashje, beson tani mos zgjat. Ta futa tani të them ke shitur shtëpinë. Çfarë di them tani? Dëgjoj. Thuhet fjalët e fundit Agron. Fjalët e fundit ylli, tani seriozisht. Protesta e djeshme është e vërtet që disa protesta ka qenë jashtëzakonisht shumë të mëdha. Por të thuash që është e vërtet që këto që janë tani nuk janë jashtëzakonisht shumë të mëdha si ato. Por prap ka një pjesëmarrje shumë të madhe. Pjesëmarrja e djeshme, po të them këtë shembull. Unë kam qenë në protestat e Partisë Demokratike. Protestat e Partisë Demokratike kishin një pjesëmarrje, aq sa ka Gjithatë Molotov dukeshin të mëdha. Filmohesh. Aq sa ishte protesta sot para parlamentit, aq sa ishte protesta e djeshme. Tani, unë mendoj se kjo protest do vazhdoj me të njëjtat ritme të tanishme në gjithë gushtin.